vetëm sa për korrektësi me adresu shqetësimin e deputetit Zemaj për rrugën Pejrugov. Deputet, do shqetësim sa për informatën tuaj, ne jemi të njoftuar me gjendjen e rrugës atje. Vitin e kaluar Ministria e Infrastrukturës ka nënshu një kontroll për sanim emergjent të rrëshqitjeve që janë dikun 16 lokacione dhe është duke u ndërhyj aty. Kemi pas vonesa 2 javët e fundit për shkak të vendimit që e ka marrë Ministria e Ambientit, po kemi bërë një vendim, kemi bashkërendu pozicionet tona dhe tash kompania është duke vazhdu me sanimet e rrëshqitjeve të dhejut që janë shqetësuese atje. Pro, kjo është duke adresuar, kurse lojmi mirë është gjithashtu që në fund vitit kalum, Ministria ka nënshkruar një kontroll edhe për hartimin e projektit zbatues për rehabilitimin e kësaj rruge, pro rehabilitimit të plot. E gjatë këtij viti po presim që kompania projektuese me përfundu hartimin e projektit, ku do të mësojmë edhe kostën, rehabilitimin e kësaj rruge edhe të vazhdojmë me procedura tjera. Faleminderit shumë. Mirë, faleminderit. Nuk ka si duket kërkesa tjera nga qeveria. Armend Zemaj e ka kërkuar fjalën si replik në raport me prezantimin e ministrit Basha. 2 minuta ka kohë. Faleminderit kryetor, faleminderit për përgjigjen. Besoj që nuk është përgjigje ashtu siç e kemi ndëgjuar të kalumen vetëm sa për të përgjigjer një deputeti, nuk po du me besu kështu, po du me besu që do ta trajtoni me seriozitet për shkak të ndjesisë që e ka kjo rrugë. Unë e fola edhe për segmente tjera, por besoj që na duhet një debat më i gjanë edhe për problematikat qoftë që i ka fut Ministria në të kalurën, por mu më intereson zgjidhja ju të cilën do ta ofroni sukër këtë rast që thash. Po ju si ministër i kësaj ministrie mendoj që duhet